Dyshet e zodiakut që janë jashtëzakonisht perfekte për njëri tjetrin, besoni apo jo. Sa herë që ky çift i kryzon rrugët me njëri tjetrin, është sikur ata takohen për herë të parë dhe ajo që i emocionon binjakët dhe i motivon që të tentojnë përsëri e përsëri, është se një akrep i duket gjithmonë ndryshe. Dhe po kështu akrepi nuk mundet që të mos ndihet kurioz për binjakët se çfarë do bëjnë kësaj here, sepse binjakët gjithmonë tregojnë një anë të ndryshe të tipit të personalitetit të tyre, të karakterit të tyre më saktë, dhe me këtë freski kjo palë është gjithmonë e shpejt për të nisur nga e para, për të filluar nga e para. Megjithatë, ky çift do të jetë shumë i kujdesshëm sepse problemet rrënjësore të tyre që çuan në ndarjen e tyre mund të rishfaqen përsëri nëse ata tentojnë sërish që të ribashkohen. Se megjithatë njerëzit mund të ndryshojnë në informase, por disa gjëra mbeten të njëjta pavarësisht se çfarë. Koha është gjithçka kur bëhet fjalë për virgjëreshën edhe për bricjapin. Ky çift është mjaft i njohur për atë thënien njerëzit e duhur në kohën e gabuar, dhe sado e dhimbshme që të jetë ndarja e rrugëve të tyre, kjo zakonisht varet më shumë nga rrethana sesa nga problemet apo çështjet e vet marrëdhënies të brendshme. Dhe për shkak të kësaj gjëje ekziston gjithmonë një dëshirë që të dyja palët, si virgjëresha si bricjapi, të ndjejnë për njëri tjetrin një dëshirë që është e varrosur në zemrën e tyre. Dhe nëse ka kaluar një kohë e gjatë, ata edhe nëse nuk e kanë parë njëri tjetrin prej vitesh, ndajnë të njëjtën dashuri që kanë pasur si në fillim, dhe është si një lidhje mes tyre që nuk prishet kurrë. Dhe këto dy shenja toksore janë mjaft të vendosura në qëllimet e tyre, në mënyrat e tyre, dhe mund të lënë hapësirë për kompromis, por kur bëhet fjalë për qëllimet e tyre personale, si virgjëresha ashtu edhe bricjapi, refuzojnë që të sakrifikojnë veten e tyre për marrëdhënien, nuk e bëjnë kurrë. Dhe gjërat nuk mund të përfundojnë kurrë me një notë të tmerrshme për të dyja palët. Ndodh që mund të kryqëzojnë rrugët pas shumë vitesh, edhe do duket sikur mesiri nuk ka kaluar fare kohë dhe mund të vazhdojnë aty ku e kanë lënë.